Vllaznia do të luajë në transfer të martën në orën 16:30 klasiken e Shqipërisë ndaj Tiranës. Në prag të kësaj sfide foli trajneri kuqebluve Tomas Brdarić. Ai u ndal tek objektivi që është fitoria, por edhe tek skuadra, e cila do të jetë e plot për herë të parë në këtë sezon futbollistik. Në konferencën për mediat, Brdarić e pranoi se do të jetë e vështirë dhe tha se duhet të jenë të përgatitur 100%. Me Tiranën është një ndeshje e madhe, duhet të jemi të përgatitur 100% si nga ana fizike dhe taktike. Jemi gati për Tiranën edhe pse do të jetë vështirë. Duhet ta kuptojmë si funksionojnë këto derbi kundër Tiranës. Tani, duhet të jemi të përqendruar si nga ana ofensive dhe defensive, të kemi një balans. Me Tiranën për herë të parë këtë sezon do ta kemi skuadrën e plot. Shkojmë për fitore dhe ky është objektivi. Tirana është një kundërshtar i fortë. E dim që është ekip i mirë dhe ka një lojë interesante. Me rikthimin e trajnerit shkojmë kanë treguar stabilitet, por ne shkojmë vetëm për fitore dhe ky është objektivi ynë. Brdarić foli edhe për kushtet stërvitore, teksa tha se ato janë përmirësuar disi nga viti i parë kur ishte tek vllaznia, por shpreson që ata të rregullohen akoma më shumë në të ardhmen. Kushtet kanë ndryshuar. Jam i lumtur për klubin pasi ka investuar shumë që të jemi në këtë situatë. Shpresojmë që kushtet të rregullohen akoma më tepër në të ardhmen, por ne nuk ankohemi dhe shkojmë 100% në çdo ndeshje. Sa i takon situatës momentale në renditje, duhet të rrimë me këmbë në tokë pasi ende nuk kemi arritur gjë. Për momentin ndjehemi mirë dhe duam të marrim gjithmonë 3 pikët. Kryesorja është kjo, të marrim sa më shumë pikë deri në fund, të kemi uri dhe dëshirë për të marrë fitoren, të ruajmë ritmin dhe t'ju japim diçka më pas tifozëve për suportin që na bëjnë. Klasikja Tirana-Vllaznia është planifikuar të luhet të martën në orën 16:30 në Elbasan Arena, për llogari të javës së 29 të kampionatit shqiptar të futbollit.